E di si është dita e parë e plazhit për shumicën prej nesh. Pak emocione, pak dëshirë për të urrezitur dhe papritur ai shikimi i shpejt në pasqyrë për të kontrolluar nëse lëvorja e portokallit te kofshët është ende aty. Po flas për celulitin. Nëse ke shpenzuar gjysmën e rrogës për kremra që premtojnë mrekulli brenda 7 ditëve, apo nëse ke përfunduar duke fërkuar lëkurën me furçë druri sikur po pastron një tepih, më lejo të them diçka. Nuk je vetëm, por me shumë mundësi je mashtruar. Sot do të shpjegojmë shkencërisht, por shumë thjesht, çfarë është saktësisht celuliti, pse interneti të gënjen për të dhe cilat janë të vetmet metoda që funksionojnë vërtet për ta reduktuar. Bëni gati një gotë ujë, shtyp butonin subscribe dhe le të fillojmë. Anatomia e celulitit, çfarë ndodh nën lëkurë? Le të thyejmë mitin e parë të madh. Celuliti nuk është sëmundje dhe nuk është toksin. Ai nuk thot që trupi yt është i pist apo i elmuar nga ushqimet. Imagjinoje strukturën e lëkurës sate si një rjet peshkimi ose si sustat e një dysheku. Kemi lëkurën sipër, muskulin poshtë dhe në mes kemi qelizat dhjamore, yndyrën normale të trupit. Këto qeliza dhjamore mbahen të ndara nga disa fije lidhëse të forta kolagjeni, të cilat quhen septa. Kur këto fije të kolagjenit të tërheqin lëkurën poshtë dhe në të njëjtën kohë qelizat e yndyrës zmadhohen ose fryen, yndyra shtyhet lart në hapësirat boshe. Rezultati, lëkura merr atë pamjen me gunga ose me gropa që ne e quajmë celulit. Dhe këtu vjen statistika që do të çliroj nga çdo faj. Mbi 90% e grave në mbar botën kanë celulit, nga modelet e sfilatave e deri te sportistet olimpike. Është thjesht një karakteristikë sekondare seksuale e trupit të femrës. Pse burrat nuk kanë celulit? Ndoshta keni parë burra që janë mbi peshë dhe përsëri kanë lëkurë krejtësisht të lëmuar në kofshët e të pasme. Pse ndodh kjo? Pse jeta është kaq e padrejtë? Gjithçka është te gjeometria. Te gratë ato fijet e kolagjenit që përmenda septa janë të rreshtuara vertikalisht si shtylla. Kjo ja lehtëson yndyrës të dalë sipër. Te burrat këto fije janë të thurura në formë kryqi, si një rjet e dendur xhakete. Kjo strukturë nuk e lejon yndyrën të depërtojë jashtë. Përveç kësaj ka 3 faktorë të tjerë që përcaktojnë sa më shumë të duket celuliti. Gjenetika. Nëse nëna, halla apo gjyshja jote kanë pasur celulit të theksuar, struktura e lëkurës sate ka më shumë mundësi të jetë ngjashme. Nuk e ndryshojmë dot atë nën. Estrogeni, hormoni. Ky hormon inkurajon trupin të depozitojë yndyrë rreth kofshëve dhe të pasmeve dhe me moshën zvogëlon qarkullimin e gjakut dhe prodhimin e kolagjenit. Qarkullimi i gjakut dhe i lëngjeve. Kur uleni për orë të tëra në karrige, qarkullimi i gjakut në kofshë bllokohet. Kjo sjell grumbullim lëngjesh dhe celuliti duket 2 herë më i madh. Mashtrimet e marketingut, çfarë nuk funksionon. Tani le të flasim për industrinë miliarda dollarësh që përfiton nga pasiguritë tona. Çfarë nuk funksionon? Kremrat anticelulit. Asnjë krem në botë nuk depërton dot aq thellë në lëkurë sa të ndryshojë strukturën e fijeve të kolagjenit apo të shkrijë yndyrën. Kremrat me kafeinë thjesht të bëjnë një dehidratim të përkohshëm të sipërfaqes së lëkurës, e bëjnë të duket pak më shtrënguar për 3 ose 4 orë dhe aq. Çajrat detox. Celuliti nuk është toksin, kështu që asnjë çaj nuk do ta pastrojë atë. Këto çajra shpesh janë thjesht diuretik që të bëjnë të humbësh ujë, duke dhënë një iluzion të shkurtër. Strategjia që funksionon. Mirë, mjaft me lajme të këqija. Si mund ta reduktojmë atë në mënyrë reale? Ky është plani me 3 hapa. Hapi 1, stërvitja e forcës, hipertrofia. Nëse bën vetëm kardio apo vrap, ti thjesht do të zvogëlohesh, por lëkura mund të mbetet e lëshuar. Ti ke nevojë të ndërtosh muskuj poshtë asaj shtrese. Kur muskuli i të pasmeve dhe kofshëve rritet dhe tonifikohet, ai e shtin lëkurën nga brenda jashtë duke lëmuar sipërfaqen e saj. Squat, lunges dhe deadlift janë miqtë më të mirë për këtë.
Hapi i dytë, ndryshimi i ushqimit dhe hidratimi, jo dieta ekstreme. Dietat ekstreme dëmtojnë kolagjenin e lëkurës. Fokusi duhet të jetë te reduktimi i kripës dhe sheqernave të tepërta që mbajnë ujë në trup dhe e fryjnë celulitin, edhe te konsumi i mjaftueshëm i proteinave dhe ujit për të mbajtur lëkurën elastike. Masazhet e rregullta limfatike. Furçat e drurit apo masazhet me rula nuk e thyejnë yndyrën, por ato stimulojnë sistemin limfatik të lëvizin lëngjet e bllokuara. Nëse e bën këtë rregullisht, lëkura do të duket dukshëm e lëmuar sepse eliminon fryerjen. Në fund të ditës dua të lë me këtë mendim. Mos lejo që fotot e modifikuara të Instagramit të bëjnë të ndihesh keq për trupin tënd. Celuliti është thjesht një dëshmi që je një qenie njerëzore e gjallë dhe funksionale. Kujdesu për shëndetin tënd, stërvitu që të ndihesh e fortë dhe me energji dhe pranoje trupin tënd ashtu siç është. Nëse të ndihmoi kjo video, mos haro të bësh like, ndaj me një shoqe që ka nevojë ta dëgjojë këtë dhe më shkruaj në komente cilin trajtim ke provuar deri më sot që ka qenë thjesht humbje parash. Shihemi në videon e radhës. Paçi një javë të mrekullueshme.